Kush? Unë mendoj që kjo masë është shumë pozitive, sepse vështirësi të mëdha kemi hasur gjithë këto vite. Dhe mendoj se fëmijët puna i merr rrjeti social. TikToku veçanërisht u merr kohën e çmuar. Ata rinë tër natën pa gjumë. Ata na vinë dhe na flenë orë mësimi, pavarësisht se ne u mbledhin telefonat. Unë mendoj se i ka shkatëruar edhe nga nervat, nga shëndeti mendor, ka një stres të papar, fëmijët nuk janë më siç kanë qenë. Të kthejnë përgjigje të, nuk e di, të paimagjinueshme, nuk kanë atë normën që kanë mësuesin përballë. Se nuk duken, ja. Atëherë jam plotësisht pro e mbylljes, madje mund ta konsideroj që është si rast i vonuar, sepse duke pasur parasysh realitetin që po shikojmë shumë ngjarje jo të këndshme, si në ambientet e shkollës, si jashtë shkolle. Kështu që është mëse vendimi i drejtë për mbylljen e TikTokut. Kështu që kemi më shumë mundësi që t'i kontrollojmë fëmijët pa këto rrjetet sociale. Po bëj matematikën se ja vetë fizikën. Atëherë, dinë që 17 ju do gjeni sa bën 0,17 që shumëson, është e lehtë. Nuk ka nevojë. Mbyllja e TikTokut bëhet tërësisht për arsye politike, pak ditë përpara zgjedhjeve, për të dëmtuar opozitën dhe për shumë arsye të tjera që ndikojnë në biznese, censurën e fjalës, mendimin e lirë, kështu që është tërësisht një veprim politik. Shumë